Ne shpresojmë që gjatë jetimit të zbardhet e vërteta dhe të shohim se sa ka qenë pjesëmarrja në këtë vrasje e Gjoanës. Pasi Gjoana është njëri që nuk kryen, ajo nuk mund të kryejë në asnjë mënyrë krim. Se cilat janë rrethanat, ato do zbarten nga hetimi. Me sa kujtojnë dhe sa kanë bashkëpunu bashkë, ajo ka qenë një prej njerëzve më pak kërkuese për sa i përket të drejtave, por njëri i përqendruar totalisht tek puna. Një njeri i afërt me gjithë, nuk e kam një gjuhë në herë të fyj njeri, as të ketë as ma të voglin sjellje jo korrekte në shoqëni. Pasi dhe vetë nga vinte ajo, tregonte qarta si një kulturë, një sjellje të pastë qytetarëve shkodrane. Dhe për këtë jam krejt i bindur. Pavarësisht se çfarë ka ndodhur, jam i bindur se ai individ deri sa kam njoft ne pas zgjedhjeve të 2013 që kena taku vazhdimisht. Pjesën tjetër ne nuk e kam taku ma për një vit e sa, pasi zgjedhjet shpusin njerëzit. Por gjatë kësaj periudhe unë shpreh konsideratën më të mirë për atë person. Ajo ka qenë fillim të Partia Demokristane dhe duke qenë se afrimiteti me kryetarin e partisë dhe me kandidatën për deputetën në zonën e Tiranës Ana Preka ishin të tilla dhe u shput te Partia Alanca Demokristane me cilin dhe kandidoj.